Çka po pe një sfit e shqisave, pa e shikuar, do thot pa e përdorur shikimin të pamurit ose edhe pa e përdorur shqisat e nuhaturit. Gotat tona janë të mbyllura shumë mirë, nuk mund ta shohin as ngjyrën, as ta ndjejnë aromën, duhet të bazohen vetëm në atë që po shijojnë, pra në receptorët e gjuhës së tyre. A keni provuar ndonjëherë diçka të tillë në jetën e juaj apo jo? Pa e shiku nuk e keni provu. Hajde ta shohim sa mirë keni me dalë. Të dytë keni nga dy mundësi. Në qoftë se s'kemi fitues në dy kutitë e para, atëherë shkojmë te kutia e fundit edhe ndajmë fituesin. Ajla e para ose Ari? Hajde Ari, s'po ta ndalim në gjys. Provoje çka ke aty. Portokall. Portokall, ta kontrolloj këtu çka kemi vendosur. Jo, nuk është portokall. Hajde, provoje edhe një mundësi e ke. Qershi? Jo, ishe afër, por jo, është rrush. Në gotën tënde është një lang rrushi. Hajde, Ajla. Mundesh me shiu sa herë dush, po 2 herë mundesh me na e përgjigje. Çka mundet me qenë? Qershi? I drezës? Jo, në kutin tënde ka një lang pjeshke. Se kemi asnjë fitues, t'ju marrim te gotat e fundit. Hajde Ajla, të dytë keni të njëjtin lang tani. Cili do që qëlloni pari, çka ka brenda, është edhe fitues. Mundeni me shiju dhe me thonë emra pa fund, pra nuk kemi kufizime. Veç ai që qëlloni pari, edhe bëhet fituesi. Ta shijojmë. Portokalli? Jo. Qershi? Qershi! Bravo, edhe për ty. Tash të thonë qershi. Të lumë që tash ke të thonë qershi, por Ajla e tha, Ajla ti e fituese e dhuratës nga Vitaland. Hajde Ari edhe ti me mu, se e kemi mbaru krejt sfidat. Kuponat do t'i dhurojmë njëherë pas emisionit, se nuk i kemi në studio, por Vitaland është vendi argëtimit pa fund, sa herë që nuk dini ku t'i dërgoni fëmijët, adresa juaj ma e mirë definitivt.